Kemi racën tonë autoktone 3000 vjetë të vjetër. Krejt i kemi 178 ekzemplar. Kjo është një qenushe, është zoja e shtëpisë. Kjo është pasha, klyshi vetë kanë minduka. Unë me profesion jam regjisor i teatrit dhe aktor. Kulturën tradicionale e fokusojmë dhe e përkrajmë që sa dekada. Ne jam gjithashtu themeluesi i festivalit Lahutës dhe shkollës Lahutës, që kanë qenë të deficitare deri vitin e kaluar, thujse projekte të paprekuna. Edhe ky projekt është projekt që nuk e ka përkrahur shteti, nuk i ka dhënë asnjë fokus, nuk i ka dhënë asnjë mbështetje. Ne na dhon mas qenëve Bredhacak, edhe pse e kemi racën tonë autoktone 3000 vjetë të vjetër. Në kuadër të synimeve, vizioneve të qendrës Shkabat, e patëm themelu një sektor për mbledhjen dhe kultivimin e ekzemplarëve të veçantë të deltarit i lirë. Me deltarin jam shoqëruar edhe si i vogël, sepse jam lejmë rritë në fshat edhe më konë gjithmonë afër tyne. Por kur fillova mi kultivu, dul aty një botë shumë e madhe, një punë jashtëzakonisht gjeneroze, dhe tash e 5 vite thuj se e marr më shumti me mbledhjen, kultivimin e këtyre ekzemplarëve që janë unik, janë të veçantë dhe në këtë mënyrë ky sektor është shndru thujse në sektorin qendër tash për tash të krejt aktivitetit tim jetësor që e bëj tash e 5 vite. Fillimisht kemi gjetë 3 ekzemplarë të deltarit i lirë, që i kemi marrë në malet e Sharrit atje. Edhe mandej kemi fillu me punu me ta, duke mbledh, duke i kontaktu njerëzit, duke bu apel në për media. Është një punë shumë e madhe që është bërë tash e 5 vite, një investim shumë i madh edhe material, po më shumë shpirtëror. Kom fillu pak mu lodh, po tek tash kom fillu me rregullu gjonat, sepse derisa jo bleva tokën, jo punova krejt të çka e sheni këto, për një vit e kom punu vetë, pandimin e askojt. Edhe tash jam i lumtur që këta e kanë ujtë, kanë rrymën, kanë sigurinë, i kanë kutijat e veta, ka gjitha hapësirat e nevojshme për një fermë. Së shpejti pritet licencimi i fermës prej Avukut, këto ditë, ndoshta këtë muaj, edhe na vjen një licencë për mbashtruese, dhe mandej do të fillojmë në mënyrë profesionale, ekzemplarët unik që i kemi, me i kultivu, me i rrit, me i shumëzu, me qëllim që me i bo 400 ekzemplarë në mënyrë që Federata Kinologjike e Evropës me pranu këtë racë si raca jonë. Krejt i kemi 178 ekzemplarë që janë pjesë e fermës, një pjesë të tyne jo kemi dhonë qytetarëve, blegtorëve, kush ka pas dëshirë me kontratë, me marrëveshje që ata me i majtë, në rast nevoje me na i kthy ose me na i dhonë për kultivim. Shumë shpejt në fermë do të kemi vetëm ekzemplar që janë prodhimi i fermës. Nuk do të ketë asnjë ekzemplar që është i prur nga jashtë. Ata që dohet e dinë, po nuk po dojnë me pa këtë projekt, ndoshta po mendojnë që komu lodhën e komu dorëzu kanë me marrë ata me çu përpara. Kisha më thonë që unë nuk dorëzona, as nuk lodhna, derisa ta kryj punën. Kur ta kryj u fal edhe qend dhe projektin e krejt. Ndërsa këta dashamirë të kafshëve që janë, i kisha motivu me u afru të deltarit i lirë dhe me u merë me ta. Me njohë nga afër si specie, si fenomen, sepse janë qenë fenomen. Janë fenomen natyror. Zoti i ka kriju me gjitha veçantitë e veta që nuk i kanë kafshë tjera. Pjesë e projektit janë edhe specie tjera autoktone, shota egër, plumbi i lirë, lepuri i egër, pula vendore e të tjera. Ato janë veç si mostra. Unë i du kafshën përgjithësi kështu edhe i ku marrë veç si mostra. Dhinë vendore e kom pru, leprin e egër, plumbin e lirë, disa pula specifike që është gomartë i kom sjellë se i du gomartë shumë. Pjesa parë këtë fermës kom dash me pas pak rekreacion, që kur të vëmës me hi është direkt, edhe në ajo pjesa e vështirë ditës, po thjesht si një paragjellë e punës që e bëj çdo ditë. Për ndryshe është një punë që donë edhe mjete materiale shumë, ka një kosto shumë të vështirë të përballueshme për individet, sepse unë këtë punë e bëj si individ, që 5 vite nuk kam asnjë mbështetje materiale. E pa me dhe mrena janë të gjitha llojet sortat e deltarit i lirë, që i kanë marrë prej neve edhe i kanë regjistru si të vetat. Realisht janë tonat. Është bu një studim i kockave të deltarit i lirë në Kosovë, edhe ADN-ja ka thënë që kjo racë është tipike, autentike e trojeve tona.
Unë furnizona 3 herë. Një ditë e marrë këtë mishin që është kë, do në sot i ku marrë 500 kg mish. Një ditë marrë në thërtore, mishin tjetër që është të Gjagano. Edhe një ditë njëtë marrë buk është me e leta. Se është e paketume në kese. Këto pjesë tira janë pak ma interesant për me i bajt, për me i rujt, po janë ma të mira për qenë. Bukën e uqesën për shkak se do të zort me ushqime fibra. Aty ka shumë pjesë të rëndësishme të ushqimit të fibrave që për shkak me qëta i ushqej që gjysmë e qenë me një ditë. Ushqimin për deltarët e kemi bio, gjithmonë. I ushqejmë që është produktiv, jo të përpunu. Por pas kur janë klësh të vogël që duhet me siguru ushqimin e blem. Për ndryshe i ushqejmë me mish të freskët. Ta është mish i ngrim që e blem, është mish i ngrim i blum. Kjo është një qenushe, është zoja e shtëpis. E ka dhe klyshin e vetë, kjo është pasha, klyshi vetë u kanë Duka. Tash kena me marrë edhe ato. Këto kemi gjetë në bordhage, kanë hupë. So ka lindë kanë hupë. Edhe kemi marrë, tash e kemi asetin kryesor të fermës. Kjo është zoja e shtëpis. Kjo më pret e para kërve. Deltari i lirë shumë i rrallë, për ekspozit. Kështu edhe po e shini, është shumë i mirë. Kemi mri me pas ekzemplarët e tij parë. Ky është Duka. Nuk është deltari i lirë, po është shumë i bukur dhe i ëmbël. Në fermë, për postin e 2 ekzemplarëve që i kemi për has drejt, ka vetëm deltari i lirë të racës autoktone. Janë 5 linja plus 2 linja të kombinuara të deltarit i lirë. Do me thonë, mrena kësaj ferme, genetikisht kemi gjitha linjat e deltarit i lirë. Deltarin trubardh, deltarin trubzi, deltarin me sharë, deltarin kokzi, deltarin e verdh, deltarin tigër, rudin, që është deltari i lirë, por me qime të shkurt, edhe gjitha llojet tjera të kombinuara. Jemi në fermën për kultivimin e deltarit i lirë, racës autoktone të deltarit i lirë, kulla shkabave, e cila ndodhet në Prishtinë. Këtu kemi një hapësim për 1,5 hektarë ku i ruajmë dhe i kultivojmë deltarët i lirë.